Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Abdurrahman ibn Gjauziu, rahimahullahu ta'ala, në librin e tij At-Tadhkira, për kujtim, thot kështu: i gjithë shëndeti dhe shpëtimi është në përmendjen e Allahut dhe adhurimin e tij, zbatimin e urdhave të tij. Çdo bela qëndron në gaflet, shkujdese, mos koncentrim dhe kundërshtim urdhin e tij. Edhe çdo shërim qëndron në pendim dhe kthim te madhnia e tij. Allahu Akbar. I kanë grumbullu gjërat dhe ka dhënë një udhëzim të koncentruar, i cili nëse e mendojmë mirë edhe e zbatojmë, gjithsesi do të përfitojmë. E para, përmendja Allahut. Kur e kujton Allahun, madhninë e tij, fuqinë e tij, e përmend nga dashuria, respekti, friga prej tij, kjo ta mbush zemrën me madhërim të tij. Normalisht, kur ti e njeh Allahun dhe e kujton atë, atëherë imani jot është i përgatitur që me i zbatu urdhnat e tij dhe me i kry obligimet ka shit tij dhe me adhuru atë në formën më të mirë të mundshme. Rendi i parë, rendi i dytë. E kundërt e kësaj është gafleti, do thot kur ti angazhohesh me gjëra të rëndomta, të zakonshme, të vogla dhe shpërqendrohesh dhe kapsh kujdesi ndaj Allahut, krijuesit tan dhe qëllimit për cilën ka krijuar. Kjo është puna e gafletit. E kur ki gaflet, kur se njeh madhinë e tij, as qëllimin e krijimit tan, atëherë normalisht kundërshton urdhin e tij. Nuk e ki gajle këtë çështje. Rendi i tretë, kur ti je ktill, ka ro kjo smundje, e kjo bela, atëherë ti mundesh me u kthi Allahut madhërisëm me pendim, me u kthi te ai, duke kërku falje prej tij, duke kërkuar mëshirën e tij. Andaj kush kështu vepron, gjithsesi rob i vërtet i Allahut bëhet, edhe e kap mirësia, bekimi dhe madhësia dhe shpëtimi për Allahu Dhul Jalal.